studio. Edhe unë si njo këta, si njo, nuk i kam parë, nuk i kam arritur kohën, Jo unë. Jo ti, e ke parë... Zhupa, çfarë mendimi keni për këto intervistat të tëna dhe për ato pikpyetje që treguan? Atëherë këto janë dy emblemat e futbollit holandez, cilët kanë ndarë në vitin 1970 kur kanë qenë me të famshmin Ajax Amsterdami, ka qenë dhe Johan Cruyffi, ka qenë skuadra e cila bëri rotacionin në futbollin modern. Të dy lojtarë spikatur, të dy lojtarë cilët kanë qenë shumë modern, qoftë në performancë, po qoftë edhe në lojën e tyre individuale. Hani ka qenë dhe trajner ekipit kombëtar, cili drejtoi, domethënë. Kishin ardhur këtu për 55 vjetorin e ndeshjes Tiranës. Dhe vendosin e marrëdhënieve diplomatike me mbretërin e Holandës. Por Han nuk gjifte asnjë lojtar të ekipit kombëtar të sotëm. Shikon, normalisht edhe mosha e thyre atyre, ata kalojnë pasaj në stadet tjera, domethënë janë pension edhe jetojnë edhe, si shtanë dhe ata jetojnë në Spanjë, pasi nuk janë fokusuar më ke futboll dhe ke ekipet kombëtare, megjithatë mendoj që diçka duhet ditë për ekipin kombëtar shqiptar, sepse ka qenë drejtuesi kryesor, ka qenë trajner ekipit kombëtar. Se mos kap televizorin në Spanjë që si një vend. Pritaj lirë tani mos ta kalojmë notat tjera. Fare pa interesuar për nivelin e futbollit tonë. Rezultatet i ndiqte, rezultatet. Rezultatet thamë. A si gjama ja kanë thonë aty, thuj që maj me rezultatet, a si gjas. 70 që ka qenë një event shumë i madh kur këta lojtarë kanë ndarë në Hotel Dajti, që ka qenë domethënë hoteli kryesor që priste skuadrat kombëtare dhe kanë pas një popularitet shumë të madh në ato vite. Ne kemi qenë pak më të vegjël, po me sa kujtoj ka qenë domethënë që ka dalë gjithë pothuajse gjithë Xhiro e Tiranës që ka qenë tradicionale në ato vite para Hotel Dajti dhe këta kanë qenë domethënë lojtarët më të spikatur të atyre viteve. Kurse në pjesën tjetër ka qenë një fat i madh për ekipin e Tiranës, i cili ra me Ajaxin e Amsterdamit edhe bëri një performancë shumë të mirë. Pjesa tjetër pastaj mendoj e këtyre brezave është pjesë e cila mbase për momentin ka kaluar edhe pjesa interesante, domethënë e këtyre brezave, ta e ndjekin distancë, po kjo ftesë që është domethënë edhe nga Shqipëria, edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, po qoftë edhe nga Sport Klub Tirana, është një event shumë i mirë sepse kujtohen ato ndeshjet bukura që ka bërë atëherë Shqipëria dhe mendoj që shorti atyre viteve kanë qenë me skuadra direkte, duke qenë që Tiranës i ka rënë me Ajaxin e Amsterdamit apo dhe flamurtar më mbrapa me Barcelonën, që në këto vite nuk vjen më ai shans. Është event shumë i madh, sepse tani kanë ndryshuar dhe formula. Yjet të mëdhenj të futbollit holandez, Çelmeta, është një Ajax i madh, futbolli total, futbolli filharmonik. Është edhe kënaqësi kur i ndjek edhe në intervistat e tyre, madje do të shohë për Krolin një ndeshje kundra Tiranës kur ishte me Ajaxin, saqë rrezikonte për faktin e prerjes së flokëve, sepse sistemi atëherë nuk lejonte flokë të gjata dhe është bllokuar, madje rrezikoi të bënte ndeshja, por më parë i kanë prej pak fare flokës, sa për thënë që u prend dhe ka vazhduar, pra i ka kujtimet ai, dhe mendoj që për te kësajt, ajo që më la shije jo të mirë është, si që tha dhe profesori dhe me drejt i liri, që nuk mund të arrijë anë, thotë unë nuk ke qenë trajner ekipit kombëtar, ose ndoshta ka ikë me shumë nerv nga kjo punë, nga kur ka qenë trajner këtu dhe nuk do të dëgjoj më, por e kamufloj bukur ka unë rezultatet. Verën shqiptare. Verën e pëlqen shumë. Përgjithësisht lojtarët holandez kanë qenë çike dhe rebel në ato vite. Kjo është mosdashje pastaj për tu mosdashje e tij për të mos janë kënaqur në Tiranë 70-ën me jetën e natës këta, janë habit. O Ilir, por tani lirisë çfarë mbarojnë punë këta në 4. Kur laheshin i vite ora 8 dilin Xhiro. Edhe trajneri që ka qenë Kovac. Edhe Xhiro këta që e kishin shtëpinë afër bllokut dilin. Po normale, nuk e ka arritur atë kohë. Zhupa e ka pas. Se ke para Ajax. Zhupa jo, se kam pa po di historinë e vendit tim, vetëm Zhupa kishte vetëm Zhupa kishte leje dilte Xhiro para Dajtit, se kishte shtëpinë te bloku. Po normale pse ka qenë Partizani, dakor. Se pjesa tjetër si ne ishin nuk e kanë pas shtëpinë. Lashim i herë. Afër më në qendër. Çfarë bën tifozat kuqezi, mësojnë çik. Tifozat kuqezi mirë, me ato problemet e veta me federatën normalisht që çka keni? Se si ishit me Jordanin ju stadium? Vende sa duash kishte? Kishte vende sa duash, absolutisht, por tifozat kuqezi kanë gati një vit që janë përjashtuar nga federata që nuk pajisën me bileta.
Po pse ju dojnë biletat falas, mund preje biletat, shkoja qimi. Absolut, tifozat Kuqezi kur nuk kanë përfituar diçka falas nga federata dhe askush. Në çdo transfer, në çdo gjë, secili shkon. Jo, dakord. Dhe biletat paguhen mirë. Sepse është pjesë. Por ju duan të